mirënjohës Perëndis për gjithë mirësinë e tij. Në fakt, asnjë gjë të mos e marrim të mirëqen. Zoti ynë është i dashur vazhdimisht, tregon mirësinë e tij, vazhdimisht na tregon durimin e tij, edhe të mos e marrim të mirëqen. Po të jemi mirënjohës për atë që Zoti është. Të jemi mirënjohës për faktin që Zoti na jep privilegjin ta njohim atë përmes Jezu Krishtit personalisht. Le të shkojmë te Zoti, ta adhurojmë atë dhe përgatisim zemrën tonë. Zoti i dashur, faleminderit Perëndi, mbi të gjitha Zot që kemi privilegjin të njohim Ty, Zot. Faleminderit Zot sepse kush jemi ne? Kush jemi ne o Zot që Ti Zot hedhër syt në jetën tonë dhe të na ripërtërish o Zot, të na ringresh, të na bësh bijtë të Tu, Perëndi, të na tregosh gjithë dashuri të madhe. Perëndi, faleminderit sepse Ti je një Zot sovran edhe ne jemi Zot të tut. Ne të përkasim Ty, Perëndi. Zot, lutem, foli zemrave tona, Perëndi, na hap syt. Duam të të shohim Ty, Perëndi, ashtu siç Ti je, Perëndi, të njohim Ty në të vërtetë. Edhe Perëndi, lutem, foli zemrave tona, Perëndi, për gjërat që ne duhet të ndryshojmë, për të bërë më të ngjashëm me birin të dashur, Zot. Ne të duam Ty, Perëndi, dhe duam të duam edhe më shumë. Në emrin e Zotit tonë Jezu Krisht, falenderojmë. Amen.
Gjaku I ti, ajo dashuri pagoj për jetën tonë. Mëkati ynë, misupet e ti, është shpresë për çdo njeri. Gjaku ynë, puder Zot na kalvar. Gjaku yt, o Jezus, mua më lar. O çfarë sakrificë, jetë më shpëtoi. Gjaku yt, o Zot, fitoria jote. Shenjti Zot, shpëtimtar, therr që lut jeton. Qenji I madhi unë jam, mëkatin tim e fal. Gjaku yt, o der Zot na kalvar. Gjaku yt, o Jezus, mua më lar. O çfarë sakrificë, jetën më shpëtoi. Gjaku yt, o Zot, fitoria jote. Gjaku yt, mëkatin lan. Gjaku yt, mëkatin lan. O çfarë sakrificë, jetë më shpëtoi. Gjaku yt, o Zot, fitoria jote. Ç'dashuri më të madhe s'ka, hir si ka mundsi. Kur ende ne që mëkatar, ai vdiq për ne të gjithë.
Nëse Zot po kërkon ti dikë ta dërgosh atje ku dit nuk ka, ja ku jam. Ja ku jam, më dërgon mua, ja ku jam sot. Gati jam, më dërgon mua, ja ku jam sot. Ja ku jam, më dërgon mua, ja ku jam sot. Gati jam, më dërgon mua, ja ku jam sot. Dhe me një, ja ku jam. Ja ku jam, më dërgon mua, ja ku jam sot. Gati jam, më dërgon mua, ja ku jam sot. Amen, amen. Mund t'u leni? Lati Zotit, mirë. Kemi kohë në frime edhe të mbajmë këtë zemër, t'i themi Zotit, Zot, ja ku jam. Gjithçka është e jotja, gati jam të më çosh aty ku do t'i. Duam të urojmë gjithashtu mirëseardhjen atyre që janë për herë të parë sot. Nëse ke ftuar dikë ose nëse ke ardhur për herë të parë sot, thjesht mund të prezantosh dikë ose prezantohu vetë s'ka gjë. Po, si e ke emrin? Rudina apo Sonila? Sonila. Jam pak largë, më justifikohem, okay. Mirë se ka ardhur Sonila. Është dikush tjetër që është për herë të parë? Nuk duam t'ju vëmë as pak në siklet, jeni miq tan sot. Okej, mirë. Kur të kaloj çanta Sonila, nëse ke plotësuar të flet anketën, hidhe brenda, mos u shqetëso të edhe asnjë gjë tjetër aty. Faleminderit. Ai
Ti është bariu im. Zoti është bariu ynë. Lavdi Zotit për këtë privilegj. Mirëmëngjes të gjithëve. Sot do të shohim diçka shumë të veçantë që Zoti më ka vënë në zemër gjatë kësaj kohe. Do të flasim për hirin e Perëndis, po me të vërtet, kush jam unë që të mund të flas për hirin e Zotit? Nëse dikush do t'jep të çmime sot se kush ka nevojë më shumë për hirin e Perëndis, unë do t'isha fituesi. Këtë mund ta thotë secili prej nesh. Sepse hiri është një favor i pamerituar nga ana e Perëndis. Në fakt, nuk e di si mendoni, po unë për veten, nëse do të mundesha të dëgjoja çdo ditë një predikim për hirin e Perëndis, nuk do të lodhesha. Vërtet, unë kam studiuar për hirin e Perëndis vazhdimisht në fjalën e Perëndis, sot do të shohim diçka shumë ndryshe nga ato që kemi parë herët e tjera. Asnjëri prej nesh nuk mund të thotë që ka dëgjuar mjaftueshëm për hirin e Perëndis. Sot do të shohim vetëm dy vargje nga letra e parë e Korindasve, kapitulli 15. Edhe nëse shikoni vargun 8, nuk e kam këtu, por nëse dikush ka Biblën hapur, Pali thot, më në fund mu shfaq edhe mua, thot si një dështaku. Për kë bëhet fjalë? Letra e parë e Korindasve 15, bën fjalë për ringjalljen apo jo? Pali në mënyrë eksplicite. Ai bën një prezantim përvijues të ringjalljes, duke kulmuar me ringjalljen e Krishtit. Edhe ai flet aty për fuqinë e ungjillit, edhe çfarë është ringjallja në të vërtetë. Edhe çuditërisht, pikërisht pasi flet për ringjalljen, pasi jep prova nga ana historike të cilat janë të pakundërshtueshme, ai flet për veten e tij, edhe aty në mes të këtij kapitulli për ringjalljen, ai flet për hirin e Perëndis. Sa e mrekullueshme që është. Do të thotë që ne mund të mësojmë diçka shumë të nevojshme sa i takon hirit Perëndis. Le të shkojmë përpara Zotit me një lutje, të kërkojmë drejtimin e Tij, sepse në këtë mënyrë do të mësojmë. Ati dashur, faleminderit për këtë mëngjes. Zot, lutem të shikosh zemrat tona sot, nevojën tonë. Në mënyrë që ne, Zot, të lidhemi me fuqinë e ringjalljes tënde. Zot, të përjetojmë hirin tënd. Zot, kemi nevojë. Lutem, na mëso, na fol dhe na ndryshon. Në emrin tënd, Zot Jezus, lutem. Amen. Vjen re fjalët e Palit në vargun 9 dhe vargun 10. Thotë sepse unë jam më i vogli i apostujve, që nuk jam i denjë të quhem apostull, sepse e kam përndjekur kishën e Perëndisë. Në vargun 10 nga Mary Spunton, edhe titulli i mesazhit për sot është: por me anë të hirit të Perëndis, jam ai që jam. Dhe hiri i ndaj meje nuk qej kot, madje jam munduar më shumë se të gjithë të tjerët, jo unë, thot. Vjen re. Prandaj do të shohim sot diçka shumë të veçantë, por hiri i Perëndis thot me mua. Interesante. Së pari duhet të shpjegoj për çfarë e kemi fjalën kur flasim për hirin e Perëndis. Unë e di në këtë kishë, ju e dini cili është kuptimi i fjalës hir, por për disa më duhet ta shpjegoj shumë shkurt. Hiri është një fjalë që vjen nga fjala greke që përkthehet mirësi ose favor. Edhe hiri i Perëndis nuk është gjë tjetër veçse mirësia dhe favori i Zotit që ai tregon për ne. Mirë, po kjo nuk është një përkufizim i plot i fjalës hir. Fjala hir do të thotë, ose hiri i Perëndis është mirësia dhe favori që Zoti na jep edhe pse nuk e meritojmë. Dakor? Ky do të ishte më i gjatë, më i mirë që i përshtatet hirit, shpjegimit hirit. Tani, për të kuptuar hirin e bëjmë zakonisht një kontrast midis fjalës mëshirë edhe fjalës hir, sepse zakonisht njerëzit mendojnë që mirë, janë zvendçojnë njëra tjetrën, por në fakt nuk është kështu. Mëshira është kur Zoti nuk na jep atë që meritojmë. Për ta shpjeguar, Zoti nuk na jep ndëshkimin e përjetshëm, nuk na jep dënimin e përjetshëm, nuk na jep atë ndëshkim për cilën bëhet fjalë tek Zbulesa kapitulli 21 dhe vargu 8. Një liqen që digjet me zjarr edhe squfur. Zoti tregoi mëshirë për ne, nuk na dha atë që meritonim, vdekjen e përjetshme. Por Zoti çfarë? Zoti na dha atë që nuk meritojmë. Ky është hiri.
Pra mëshira është Zoti nuk na jep atë që ne meritojmë, edhe hiri është Zoti na jep atë që nuk e meritojmë. Pra është një nivel më sipër. Çfarë na jep ai që nuk e meritojmë ne? Dhuratën e jetës së përjetshme. Ky është hiri i Perëndis. Ky është hiri i Perëndis. Edhe sot do të flasim ne për 3 llojet e hirit. Shumë më pëlqen t'i shkruaj, është një pasazh i cili është shumë i veçantë, për mua Zoti ka përdorur në jetën time, por le të flasim pikë së pari për hirin shpëtues. Tani apostulli Pauli ishte ndoshta shembulli më i mirë në lidhje me hirin shpëtues të Perëndis. Nuk e di si mendoni ju, po nëse do të pranonim që do të ekzistonte një person që nuk e meritonte shpëtimin. Nëse do ta shikonim ne me sy tan njerëzor, megjithëse kush jemi ne që të gjykojmë, por thjesht japim një mendim, nëse do të ekzistonte një person për cilin ne do të thoshim që nuk e meriton shpëtimin e Zotit, ky do të ishte Pali. Ju mund të thoni pse e thua ati një gjë të tillë. Në fakt Pali e konsideronte veten këtu më të voglin e apostujve, sikundër ne e lexuam. Po pse e them këtë? Sepse para se Pali të takonte Krishtin, ai ishte persekutor i të krishterëve. Ai përndiqte kishën e Perëndis para se të takonte Krishtin. Edhe vinë re fjalët që Pali përmend në vargu 9, thotë sepse unë jam më i vogli i apostujve, që nuk jam i denj të quhem apostull, sepse e kam përndjekur, vinë re, kishën e Perëndis. Ai thotë, unë e kam përndjekur kishën e Perëndis. Shikoni pak tek Veprat e Apostujve kapitulli 7. Këtu jemi në momentin kur Jezusi ishte ringjallur tashmë, edhe populli i Izraelit po përballej me fuqinë e ungjillit. Ishte Stefani, një nga vjakët e kishës në Jeruzalem, i cili po predikonte fuqishëm ungjillin. Ai bëri një ekspoze, një panoram të historisë së popullit të Perëndis. Edhe ndau ungjillin përpara zemrave të ngurtësuara të popullit të Perëndis, ndërkohë që ishin aty përpara tij dhe po dëgjonin. Le ta lexojmë pasazhin. Kur i dëgjuan këto fjalë, ata u therrën në zemrat e tyre. Pra Stefani ndau ungjillin dhe kërcëlluan dhëmbët kundër tij. Por ai plot frymë të shenjtë i nguli syt nga qielli, pa lavdinë e Perëndis dhe Jezusin duke qëndruar në të djathën e Perëndis dhe tha: "Ja unë po shoh qiejt e hapur dhe birin e njeriu duke qëndruar në të djathtë të Perëndis." Por ata duke lëshuar britma të forta, i zunë veshët dhe të gjithë në një mendje të vetme, u sulën mbi të, vinë re vargun 58, dhe si nxorën jashtë qytetit e branë me gur. Dhe pjesa e fundit, dhe dëshmitarët i vunë rrobat e tyre te këmbët e një djaloshi, të quajtur Saul. Ky njeri i zellshëm në përndjekjen e shenjtorëve të kishës. Ky njeri i cili nuk dënjonte fare të pushtonte të rreshte së përndjekuri besimtarët. Ai sa thotë që unë nuk jam i denj sepse kam qenë përndjekës i kishës Perëndis. Kam përndjekur kishën e Zotit. Nuk jam i denj të quhem apostull. Jo vetëm që ai mori pjesë në vdekjen e Stefanit, por në vargjet e para të kapitullit 8, shikoni me vëmendje thuhet por Sauli, pra ky, që më vonë u quajt Pal, te Veprat e Apostujve kapitulli 13. Nëse doni dini se ku gjendet, u quajt Pal më vonë. Por Sauli thotë e kishte miratuar vrasjen e tij, për cilën e folëm, por në atë ditë u bë një përndjekje e madhe kundër kishës në Jeruzalem. Vinë re fjalët që përdor shkrimi. Dhe të gjithë u shpërndanë nëpër krajinat e Judesë dhe të Samarisë përveç apostujve dhe njerëz të devotshëm varrosën Stefanin dhe bën gjëm të madhe për të. Vargu 3. Por Sauli po shkatronte kishën. Hynte shtëpi më shtëpi duke tërhequr zvarr, burra dhe gra dhe i fuste në burg. Ai kishte marrë leje nga autoritetet për të bërë një raprezalje kundër kishës Perëndis. Pa ju dridhur qerpiku, me një zell prefetari të çmendur, shkatronte kishën e Perëndis. Ky ishte zelli i Palit. Pra para se ai të shpëtojë, ai përndiqte të krishterët, përndiqte kishën e Perëndis thuhet aty dhe ky është shembulli i mirë, shembulli më i mirë dua të them unë, sa i takon hirit të Perëndis. Ju mund thoni, po pse e thua ti një gjë të tillë? Sepse ju kujtohet Pali, si u shpëtuai, ishte rrugës për në Damask apo jo. Dikush i doli përpara, një dritë verbuse. Edhe i foli atij: Saul, Saul, përse më përndjek? Është e rëndë për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave. Edhe Sauli si u përgjigj: Kush je ti, Zot?
Interesante. Tani, Jezusi tha, përse më përndjek? Pali këtu tha që unë jam më i vogli apostëve, nuk jam i denjë të quhem apostull sepse kam përndjekur, thot, kishën e Perëndis. E lexuam apo jo? Në vargun 9. Tani Jezusi thot, pse më përndjek mua? A nuk është bekim që Jezusi e identifikon veten me besimtarët? Përse më përndjek mua? Edhe Pali thot, unë kam përndjekur kishën e Perëndis, sepse Krishti dhe kisha janë një. Amen? Sa bekim që është një gjë e tillë. Sa inkurajuese që është. Por ai qëndroi dhe mbikëqyri kur u vra, pra e mbikëqyri vrasjen e Stefanit. Ai përndiqte kishën, gati ta shkatronte ata ashtu si thuhet në fjalën e Perëndis. Merrte njerëz dhe i fuste në burg, njerëz nga kisha dhe i fuste në burg. Ai nuk e duronte dot kishën e Jezu Krishtit. Po si ka mundësi, vëllezër motra, më thoni pak. Si ishte mundur që një rabi si Pali, me një dëshmi si Pali, një njeri shumë i arsimuar, rritur në këmbët e një rabini që quhej Gamaliel në atë kohë, jepet dëshmia te libri i veprave të apostëve. Një person i cili ishte shumë i njohur, i famshëm, apostulli Pal, nuk njeh apostulli Pal në atë kohë, por Sauli, ndjekës i zellshëm i judaizmit. Një njeri i cili padyshim ishte i pasur, paguar mirë financiarisht. Një person i cili kishte çdo gjë që mund të dëshironte. Si ka mundësi që ky njeri ju bashkua një kulti, sikundër njerëzit mund ta quanin, të disa peshkatarëve ignorant, të pashkolluar, të cilët as që duronin dot Palin e kishin i natë, për shkak se ai përndiqte kishën. Po si ka mundësi që ky njeri la gjithçka edhe të ndiqte Krishtin derisa ne dim historinë e jetës Palit, edhe të jepte jetën për Krishtin? A ka një shpjegim një gjë e tillë? Po, unë e di, në fakt. Ai takoi Krishtin e ringjallur. Ai takoi Krishtin e ringjallur. Ai provoi vërtetësinë e ringjalljes, duke përmendur këtu në kapitullin 15 të letrës parë të Korintasve. Ai përmend aty, ashtu si kundër e pam ne, flet për dëshmitarët, flet për atë vetë që Zoti ju shfaq. Edhe vjen re që ringjallja në fakt e Krishtit ka qenë e pamohueshme, as romakët, as hebrejt nuk mund ta mohonin një gjë të tillë. Edhe Pali thotë, a doni prova, shko shikoni. Shko shikojini provat. Nëse jeni skeptik, shko shikojini provat. Dhe jap se ringjallja është ndryshimi. Pali, nga një njeri i cili ishte fetar i zellshëm, ai arriti që të njihte Krishtin edhe të kishte një marrëdhënie të gjallë të përditshme me Zotin e tij. Sa e mrekullueshme që është. Kjo është një dëshmi e fortë për fuqinë e ringjalljes. Nëse nuk do të ishte e vërtet, pse apostujt duhet të vdisnin si martir? Nëse ringjallja nuk do të ishte e vërtet, atëherë pse Pali, një njeri i pasur i arsimuar me pozitë, do të linte gjithçka për një gënjeshtër? Mirpo ka vetëm një përgjigje në fakt që ai takoi Krishtin e ringjallur. Edhe çdo gjë u kthye përmbys në jetën e tij. Dhe mendoni këtë, nëse Zoti mund të transformonte dikë si Pali, mund të transformoj ty. Mund të më transformoj mua. Zoti është i Zoti ta bëjë një gjë të tillë dhe hiri i Perëndis është i juaj, është i yni për shkak të ringjalljes së Krishtit. Prandaj apostulli Paul në lutjen e tij për kishën e Efes, ai tha, Zot, të lutem, hapu syt atyre besimtarëve dhe të ndriçoj sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij, cila është pasuria e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh që besojmë. Sipas veprëshmërisë së pushtetit të forcës së tij, vjen sa e përmendet fjala forcë dhe fuqi, të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke e ringjallur prej së vdekuris. Dhe duke vënë të ulej në të djathën e tij në vendet qiellore. E njëjta fuqi që ringjalli Krishtin prej së vdekuris. E njëjta fuqi është në besimtarët. Fuqia e jetës, e risisë së jetës. Fuqia e ringjalljes së Jezu Krishtit. O Zot, të lutem, ndriçoju sytë e mendjes ta shikojnë një gjë të tillë. Ta kuptojnë një gjë të tillë. Ata që të kanë besuar ty. Fuqia e ringjalljes. Dhe nëse ekzistonte dikush që nuk e meritonte shpëtimin, ishte abuzues, ishte përndjekës, edhe ky ishte Sauli, Pali,
I asaj kohe shikoni si shpret Pali për veten e tij, te letra e parë e Timoteut, o Zot, çfarë kam bërë unë? Tha Pali, dhe si është e mundur çfarë hiri që Zoti më ka dhënë mua në vargun 15 kapitulli i parë, letra e parë e Timoteut, thotë kjo fjalë është e besueshme dhe e denjë për të pranuar plotësisht që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari. I pari, thot Pali. Pali thoshte, o Zot, çfarë kam bërë unë ndaj teje? Edhe çfarë hiri, prandaj është hir në të vërtetë. A kuptojmë nëse çfarë do të thotë kjo? Prandaj i tha aty në vargun 10, prandaj thot me anë të hirit të Perëndis, unë jam ai që jam. Me anë të hirit të Perëndis ta, unë jam ai që jam. Që do të thotë që çdo njeri mund të shpëtohet. Që do të thotë që çdo njeri mund të marrë faljen e mëkateve. Që do të thotë që çdo njeri mund të marrë jetën e përjetshme. Pavarësisht se si është, mëkatar, plot ndyrësi, është i padenj, çdo njeri mund të shpëtohet. E dini pse? Sepse me anë të hirit të Perëndis ta Pali, unë jam ai që jam. Sepse shpëtimi është nga hiri i Perëndis. Disa nga ju në këtë sallë keni qenë të varur nga alkooli, pasi mund ta identifikosh veten me këtë apo nga veset mëkatare, apo nga ndonjë pasion mishi mëkatar që ti e di shumë mirë, i besove Krishtit edhe Zoti të ndryshoj jetën, të transformoj. Ai të dha një familje. Disa nuk mbyllnin dot muajin, sepse i shpërdoronin parat. Por tani Zoti ju ka ndryshuar, jo vetëm që keni për veten tuaj, po jeni shndruar në dhënës, jepni të dhjetën dhe ofertat për lavdinë e Perëndis. Shumë prej jush predikoni ungjillin pa turp, keni një dëshmi të mirë kudo. Disa nga kisha jonë kanë shkuar në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë për të predikuar ungjillin. Më thoni pak, sinqerisht, a keni menduar ndonjëherë që Zoti mund ta bënte këtë gjë me ty, me ne? Dhe kjo është për shkak të fuqisë së Krishtit. Për shkak të transformimit të jetës. Një burr vdes edhe shkon në qell. Tani aty është Pietri tek, nuk e di pse është Pietri gjithmonë te dera. Keni vënë sa herë tregohet ndonjë barcolet apo ndonjë gjë për Pietrin, ai është gjithmonë te dera aty, te porta e perlave, për shembull, kjo është një historinë tonë. Mbase na tregojnë që shërbimi te dera është shumë i rëndësishëm, nuk e di arsyeën. Nëse histori është, edhe ky burri del përpara Pietrit. Edhe Pietri thotë që të lë të hysh në parajs, duhet të më thuash gjërat më të mira që ti ke bërë në jetë, edhe në qoftë se ti arrin 100 pikë, do të lë të futesh në parajs. Është thjesht diçka ilustruese. Nuk është kjo mënyra si shkon në parajs njeriu. Dakor, tha ky. Mirë, tha, po e diti i tha Pietrit, ky tha që unë 50 vjet kam qenë vetëm me një grua, e kam dashur me gjithë qenien time, me gjithë jetën time. Tha Pietri, fantastike. 2 pikë. 2 pikë. Pa nuk e diti që unë tërë jetën time kam qenë besnik në ardhin në kishë edhe kam dhënë të dhjetën edhe ofertat e mia që kam bërë që shërbimi i Zotit të mos ngelej pas, edhe kam shërbyer edhe jam lutur edhe kam bërë gjithë këto gjëra dhe Pietri thotë, shumë mirë. 1 pikë. 1 pikë. Pa nuk e diti që unë kam hapur një shtëpi për të ushqyer të varfrit, veteranët e luftës edhe njerëzit që janë të pastre për të ndihmuar ata në filan vend. Edhe Pietri tha, mrekulli. 2 pikë. 2 pikë. 2 pikë. Po me këtë ritëm i tha Pietrit ky. Unë mund të futem në parajs vetëm me hirin e Perëndis. Pietri tha, bingo, 100 pikë. Hyr. Në fakt, te Efezianët kapitulli 2, vargu 8 dhe 9, Apostulli Paul thotë sepse dan të hirit jeni të shpëtuar. Nëpërmjet besimit. Dhe kjo prej jush, dhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndis, jo prej veprave, që askush të mos mburret. Nga hiri, prej hiri jeni shpëtuar. Sa e bukur që është fjala e Perëndis. Duhet nënvizuar kjo gjë, hiri shpëtues. Hiri shpëtues i Perëndis. Shikoni çfarë thot Pali përsëri te letra e 2 të Timoteut kapitulli i parë dhe vargu 9 që na shpëtoi thot, dhe na thirrri me një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave tona, jo sipas meritës tonë domethënë,
por sipas qëllimit të tij dhe sipas hirit që na u dha në Krishtin Jezus përpara kohëve të përjetshme. Kohërave të përjetshme. Ky është hiri shpëtues i Perëndis. Zoti kishte derdhur hir. Vëllezër motra, Zoti nuk dëshiron të na përmirësoj. Ai dëshiron të na transformoj. Që ne të jemi totalisht ndryshe, me hirin e Perëndis, me fuqinë e ringjalljes. Pse kishat sot janë të mbushura me njerëz të cilët kanë fytyra të trishtuara. Njerëz që kanë inat, që mbajnë inate, që mbajnë zemërim, që janë konfuz, që kanë egocentrizëm në jetën e tyre. Si është e mundur? A e kanë njohur ata fuqinë e ringjalljes? A e kanë takuar ata Krishtin e ringjallur? Si është e mundur? A ka një arsye? Një ditë tha Pali, kur isha në rrugën time, unë takova Krishtin e ringjallur. Edhe ai më ndryshoi, ai më transformoi. Ai më dha një jetë të re. Ky është pendimi. Ai tha, unë jam në rrugën e parajsës. Edhe unë jam në marrëdhënie me të. Kjo është e vetmja zgjidhje që kam, unë duhet i besoj atij gjithë jetën time. Sepse ai kishte takuar Krishtin e ringjallur. Ringjallja e Krishtit është çelësi i transformimit të jetës. Me anë të hirit të Perëndis, është hiri mbajtës. Shikoni si thuhet në fjalën e Perëndis, ja do ta lexojmë pak më tej këtë, po vërtet, nëse unë do të bëja një hyrje në lidhje me këtë, unë habitem që ka ende njerëz sot, për shembull, që thonë që e di si është puna, ne nuk e meritojmë shpëtimin edhe kanë të drejtë këtu. Po thot tani me njëherë pas shpëtimit, ne duhet të përpiqemi duke ruajtur një standard të caktuar në mënyrë që ta mbajmë shpëtimin. Në mënyrë që ta mbajmë shpëtimin. Pra, ne duhet ta kemi atë një lloj standardi të përcaktuar që ta mbajmë shpëtimin, që të vazhdojmë të jemi të shpëtuar. Po vëllezër motra, kjo është qesharake. E dini pse? Sepse ne e pam nga fjala e Perëndis që ne nuk u shpëtuam, dakord, nuk u shpëtuam nga veprat tona, është kështu? Ne u shpëtuam nga hiri i Perëndis. Nga hiri i Perëndis, përmes besimit. Përmes besimit. Pra Zoti na dha hir. Amen? Por ama hiri i Perëndis, si thua, mban shpëtimin ton. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, ashtu si kundër ne vetë nuk kishim fuqi që të shpëtoheshim, sepse Zoti na shpëtoi përmes hirit, ashtu edhe vetë ne nuk mund ta mbajmë dot shpëtimin. Zoti e mban shpëtimin ton. Zoti e mban shpëtimin. A duhet kemi një jetë pastër, të ndryshme, të transformuar sigurisht, por kjo nuk është që ne të vazhdojmë të jemi të shpëtuar. Jo, këtë duhet ta ndajmë mirë dhe ta kuptojmë mirë një gjë të tillë. Ne pra vazhdojmë të jemi të shpëtuar me anë të hirit Perëndis. Zoti na shpëtoi. Shikoni si shprehet Pali thotë unë jam ai që jam me anë të hirit Perëndis. Me anë të hirit Perëndis ta unë jam ai që jam, pra jam tani, edhe unë jam me anë të hirit Perëndis. Edhe te Romakët kapitulli 5 dhe 2 vargjet e para Pali thotë të drejtësuar ose të shfaqësuar. Ky është kuptimi prej besimit. Ne kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton, me anë të cilit thotë edhe patëm nëpërmjet besimit thotë hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë. Dhe mburremi në shpresën e lavdisë Perëndis. Pra thotë ne hym në këtë hir në të cilin ne qëndrojmë. Pra ajo që Pali po thotë këtu është që hiri Perëndis nuk është diçka në cilën u futëm, pra hym, edhe kur u shpëtuam, dhe pastaj largohet ky hir, edhe ne ecim vetëm. Jo, nuk thotë këtu. Nuk thot kështu Pali, thot për në të vërtet përkundrazi. Ai është diçka në cilin ne qëndrojmë, që vazhdojmë thot, edhe pasi jemi shpëtuar. Sepse u hym në këtë hir, edhe ne qëndrojmë aty. Pra banojmë aty. Perëndia ynë është Perëndia i hirit. Amen. Edhe Zoti na ka dhënë gjithë hirin. Që ne kemi nevojë sa i takon shpëtimit. Kemi nevojë për hir të përditshëm, që të jetojmë me Zotin, por Zoti na e ka dhënë hirin e shpëtimit. Pra jo vetëm që jemi të shpëtuar nga hiri i Perëndis, por hiri i Zotit vazhdon të na mbajë. Dhe sa zgjat kjo, përgjigjja është përgjithmonë. Hiri i Zotit na mban të sigurt. Mua më pëlqejnë shumë ato fjalët e Jezusit te Ungjilli i Gjonit, kapitulli 10, fjalë të mrekullueshme. Ai thotë, delet e mia në vargun në kapitullin 10, pra vargu 27, 28, thotë, delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Thotë, dhe unë i njoh dhe më ndjekin. Edhe thotë, dhe unë u jap atyre thot jetë përjetshme. Dhe nuk do të humbasin as pak. Përjet. Dhe askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Kjo është e sigurt. Çfarë sigurie?
Askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Shikoni pak te Filipianët, kapitulli 1 dhe vargu 6. Pali thotë aty është një varg i njohur në kishën e citojmë shpesh këtë varg, por thotë, duke qenë i bindur për këtë se ai që nisi një vepër të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit. Dini për çfarë bëhet fjalë këtu? Bëhet fjalë për veprën e hirit, veprën e hirit. Edhe është puna e Zotit ta bëjë një gjë të tillë. Ju mundoni nga e dini ju që flet për veprën e hirit. Shikoni pak te letra 2 e Thesalonikasve. Pali kishte siguri në lidhje me këtë gjë. Ai thotë, kur ai të vi. Kur ai të vi, referohet kujt? Krishtit, amen? Këtu thotë, ai nisi një vepër të mirë në ju dhe do ta përfundojë deri në ditën e kujt? Të Jezu Krishtit. Ja, kjo është dita e Jezu Krishtit. Kur ai të vi, atë ditë, të marrë lavdim ndër shenjtorët e vet dhe ta admirohet ndër të gjithë ata që besojnë, sepse dëshmia jon u besua tek ju. Kur Jezusi të vi, dëshmia e Palit do të vërtetohet. Sepse Zoti do ta përfundojë punën që Pali nisi deri në ditën e Jezu Krishtit. Kur ai të vi edhe ne nuk do të jemi në këtë botë, nëse qëllon kështu, atëherë dëshmia që ne kemi dhënë tek njerëzit, tek të afërmit, tek fëmijët, është diçka që do të mbetet edhe Zoti do ta përfundojë atë punë që ne filluam. Në atë pjesë të zinxhirit të punës për Zotin, deri në ditën e Krishtit. Edhe vërtet, dëshmia jon besohet. Dëshmia jon do të besohet. Sa e bukur që është. Zoti është besnik. Ja vlen të jetojmë për ta. Ashtu se thot te letra e parë Korintasve 15 vargu 58 që dëgjoj, vëllezër thot, mundi juaj nuk është i kot në Zotin. Nuk është i kot. Madje teproni, mos u lodhni. Sepse ja vlen. Edhe këto janë vërtet fjalë shumë inkurajuese, por kjo quhet siguri kur ai të vi. Është hiri mbajtës i Perëndis, ai filloi një punë edhe ai do të përfundojë. Shikoni një pasazh tjetër në lidhje me hirin mbajtës të Perëndis që tregon për siguri në fakt tek letra e parë e Pjetrit, kapitulli i parë, vargu 3 deri në 5 thotë, "Qof bekuar Perëndia", thot Pjetri, "ati i Zotit tonë Jezu Krishti, i cili sipas përshirjes së tij të shumë na rilindi", thot, "për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit." Ja përmend ringjalljen e Krishtit, ashtu siç flet për tek letra e parë Korintasve 15. Prej të vdekurit thot, për një trashëgim të paprishëm, vinëre, të panjoll dhe të pafishkur thot, që është ruajtur në qejf për ju, që nga fuqia e Perëndis me anë të besimit jeni të ruajtur për shpëtimin që është gati për të zbuluar në kohën e fundit. Ka fjalën për shpëtimin e trupit tani, se shpirti është shpëtuar që në momentin e kur i kemi besuar Krishtit jetën tonë, shpirti është i sigurt, është bler me gjakun e tij. Por ajo që na thot ne në lidhje me shpirtin është që juve jeni të ruajtur. Si jeni të ruajtur ne? Për çfarë jemi të ruajtur? Për një trashëgimi të paprishëm, të panjoll dhe të pafishkur, që është ruajtur në qejf për ne, që nga fuqia e Perëndis me anë të besimit jeni të ruajtur. Nuk jemi ne që ruajmë veten tonë. Kush na ruan ne? Fuqia e Zotit, hiri i tij. Sa bekim që është. Pra nuk jemi ne ata që ruajmë veten tonë. Zoti me fuqinë e tij na ruan. Për atë lloj trashëgimie, për atë trashëgim që përmend aty. Sa e fortë që është fjala e Perëndis. Ky është hiri mbajtës i Zotit. Ai na jep siguri. Çfarë sigurie? Ne nuk jemi vetëm, kemi një atë qiellor, jemi lindur në familjen e tij. Quhemi bijtë Perëndis, amen? I takojmë atij, i përkasim atij, një bir ka trashëgimin e atit të tij, ashtu do të ndodhë me ata që i besojnë atij. Sa e bekuar që është. Hiri shërbyes i Zotit. Le t'ju bëjmë një pyetje shumë shkurtër, këtu nuk do të zgjatëm. Sa për jush jeni dakord që Pali ishte një shërbëtor i mirë? Ngrihet dorën, lutem. Mo, gati të gjithë. Thoni. Ishte në fakt, Zoti jep dëshmi për apostulin Pali. Me sa duket jeni gati të gjithë në një mendje. Pali, shërbëtori i Zotit, ai ishte një shembull, ishte një model, edhe kjo është e sigurt. Jo vetëm që Pali fitonte shpirtra e njerëzish, ne e dim dëshminë e Palit. Pali fillonte kisha, Pali i ushqente besimtarët. Si ushqente besimtarët Pali? Ky ishte prioriteti i jetës tij. Ai ushqente përmes letrave që shkruante. Ai ushqente kur i vizitonte kishat. Sa e mrekullueshme dëshmia e Palit. Edhe si e shpjegoni efektivitetin e padiskutueshëm të shërbimit të tij? Si mendoni ju, cila ishte arsyeja? Pse Pali ishte aq i efektshëm në shërbim? A ka një përgjigje në lidhje me këtë? Si mendon? Pse Pali ishte kaq i efektshëm
në shërbimin e tij. Kujt ja dedikonte Pali efektivitetin e jashtëzakonshëm si shërbëtori i Perëndis. Ja pra, përgjigjja është këtu në vargun 10. Pali thot, por me anë të hirit të Perëndis, jam ai që jam. Dhe hiri i tij ndaj beje nuk që i kot. Madje jam munduar, thot, më shumë se gjithë të tjerët, edhe thot, jo unë, thot, por hiri i Perëndis me mua. Hiri i Perëndis me mua. Pali ja dedikoi efektivitetin e shërbimit të tij, suksesin, nëse ne mund ta quajmë kështu, të shërbimit të tij. Hirit të Perëndis. Hirit të Perëndis, çfarë dëshmie? Hiri i Zotit që punonte në Palin dhe me anë të Palit. Dhe hiri i Perëndis është çelësi që ne të performojmë për te aftësive tona natyrore. Me anë të hirit të Perëndis, hiri i Zotit na jep atë mundësi. Sot, në qoftë se nuk ka rëndësi sa vjeç je, sa kohë ke që i ke besuar Krishtit. Në qoftë se je i ri në besim, fillo sot me hirin e tij të mbinatyrshëm, ai do të transformojë jetën tënde. Thuaj Zotit, Zot, unë do të bëj atë që ty të pëlqen. Hiri yt është i nevojshëm për jetën time, që të jem ashtu si ti do, Zot. Hiri i Zotit punonte në Palin me anë të Palit. Kjo është fuqia e Perëndis. Te Efezianët 3 vargu 7, shikoni me vëmendje Pali thot, shërbënjësit të cilit u bëra, thot, sipas dhuntisë së kujt? Së hirit të Perëndis, që më dha në saj të veprueshmërisë së kujt? Së fuqisë së tij. Shikoni Pali më çfarë dëshmie që jep për veten e tij. Hey, mua mu dha një dhunti e hirit të Perëndis. Zoti ma dha atë dhunti. Edhe fakti që unë bëj diçka për Zotin, vjen nga Zoti. Ai ma ka dhënë atë dhunti. Nuk ka ardhur nga vetja ime. Zoti ma dha atë dhunti të hirit. Dhe Pali, çfarë ishte? Pali ishte një mësues së pari, një mësues i fjalës Perëndis. Pali ndërtonte besimtarët. Dhuntia e Palit ishte e qartë në sytë e të gjithë. Edhe Pali tha që hiri i Zotit është ai që vepron në ju. Dhe kjo është punë e vështirë, kjo që do të bëni në Zotin, nuk arrihet kështu menjëherë, dikush shpëtohet edhe është një gjendje pastaj që të mësoj dhe të ndërtoj të tjerët, jo do të kaloj kohë, duhet të rritet, ka nevojë për hirin e Perëndisë dhe ne duhet të rritemi në hir, të rritemi të mësojmë dhe të jemi të aftë që të jemi pastaj njerëz që investojmë dhe ndërtojmë jetët e të tjerëve. Edhe Pali ishte shumë mirënjohës që nëse Zoti kishte bërë diçka, kjo ishte për shkak të hirit të tij, për shkak të hirit të Perëndisë. Është një dhunti të hirit që Zoti i kishte dhënë atij. Prandaj sekreti është ky që puna është e vështirë, po me anë të hirit të Zotit bëhet. Me anë të hirit të Perëndisë bëhet. Shikoni te Filipianët kapitulli 2 dhe vargu 13, Pali thotë, nëse nuk e keni kuptuar, shikoj, ai gati çdo kishe ja jep një mesazh të tillë. Shikoni Palin si shpreh, thotë sepse Perëndia është ai që vepron në ju, brenda jush, është ai që vepron në ju. Edhe vullnetin, edhe veprimtarin, sipas pëlqimit të tij. Shikoni te Efezianët 3 vargu 7, sipas dhuntisë së hirit që mu dha në saj të kujt? Të veprueshmërisë së fuqisë së tij. Kush vepron? Është Zoti që vepron. Kush punon? Është Zoti që punon. Kush e bën punën në Palin? Është Zoti që e bën punën në Palin. Po pse Pali tha që unë mundova më shumë se të gjithë? Po jo unë, thot, po hiri Perëndis bashkë me mua. Dini pse? Sepse hiri Perëndis nuk është që ne të rrim në vend dhe themi Zot bëje ti punën. Nuk është që ne vetëm jemi besimtarë dhe thjesht të rrim e themi Zot bëje ti, sepse ja hiri yt i bën të tëra. Jo, Pali thot jo unë, po hiri Perëndis me mua, thot. Jemi bashkë me hirin e Perëndis. Zoti veproi brenda Palit. Edhe puna e Perëndis u krye pse? Sepse Pali kishte dorëzuar jetën Krishtit si një vegël në dorën e tij. Nuk do të thotë që hiri i Zotit tani unë as duhet të punoj, as duhet të shërbej, as nuk duhet të bëj dishepuj, as nuk duhet të merrem me asgjë, jo, përkundrazi. Pali thotë jam munduar. Jo unë, thotë, jo unë. Po hiri Perëndis me mua. A nuk e thotë kështu?
Ja do ta shohim vargun sërish. Pyetja është cilat janë dhuntit që kemi dhe apo i përdorim për qëllimin e Zotit. Dhuntit në fakt janë në 3 pasazhe në shkrime, por ato dhunti që janë në veprim sot janë tek Romakët kapitulli 12. Nëse doni të shikoni që është dhuntia e profecisë, dhuntia e mësimit, është dhuntia e nxitjes, është ose inkurajimit, është dhuntia e administrimit, është dhuntia e mëshirës, është dhuntia e dhënjes dhe ma thoni edhe një e shërbimit. Sakt. 7, se më doli nga mendja. 7 aty që janë dhunti vërtet jashtëzakonshme. Romakët kapitulli 12. Interesante. Dhe Zoti i ka dhënë këto dhunti që ne të mos mburremi. Të mos mburremi. Sepse kishte besimtarë në kishën e Korintit që kishin edhe nga ato dhuntit që Zoti i dha në fillim të kishës, derisa Bibla të shkruaj. Njëra prej tyre ishte e gjurave, për shembull, dhuntia e gjuhëve, të panjohura që ata kishin. Ndërkohë që Zoti thotë gjuhët pushojnë. Dhe dhuntia e shërimit, kishte prej tyre që kishin dhuntinë e shërimit, më pas edhe Pali nuk e pati apo jo. Thotë letra e parë Timoteut 4, thotë trofimin e lashtë të smur thotë në Milet. Apo thotë letra e 2 të Korintasve i luta 3 herë Zotit, të më hiqte atë gjëmbi në mish. Pali nuk kishte fuqi, jo vetëm të shëronte veten, por as të tjerët në fund të jetës tij. Sepse njeriu ose Zoti i dha dhuntit që të bashkëvepronte me apostujt për të vërtetuar fjalën e Perëndisë thuhet tek Marku kapitulli 16, edhe vargu i fundit. Qëllimi është që fjala e Zotit të vërtetohej. Edhe kur fjala e Perëndisë u shkrua, më falni, ato që quheshin dhunti shenjash nuk ishin më në funksion. A mund të shëroj Zoti? Amen. A mund të japa i vegime dikujt? Zoti është Zot, kush jemi ne ta fusim në kuti? Po bëjmë fjalë për dhunti personale që njerëzit mburreshin në atë kohë dhe thoshin, un kam dhuntinë e gjuhëve, un kam këtë, ti nuk e ke. Un kam dhuntinë e profecisë, ti nuk e ke këtë, ti ke atë dhuntim tjetër koti. Për shembull, jo sinqerisht ata besimtarë në Korint, letra e parë Korintasve 12. Pali thotë ju diskriminoni dhuntit. A mund të diskriminoni një gjymtyr tjetrën? Kujdes, mos e quaj koti. Edhe ata mburreshin. Edhe nëse Zoti ka dhënë ty një dhunti, është sepse Zoti ta ka dhënë. Nuk e ke marrë vetë ti. Prandaj te letra e parë Korintasve 4 dhe vargu 7 thotë sepse ç'të dallon nga të tjerët, çfarë keqi nuk e ke marrë. Dhe nëse e ke marrë, pse mburresh sikur nuk e ke marrë? Apostulli Paul po thotë që këta mburreshin, edhe thoshin që dhuntia është nga mua, jam unë. Pali thotë, ashtu nuk e ke marrë, Zoti ta ka dhënë. Pse mburresh se nuk e ke marrë? Zoti ta ka dhënë. Nga ai e ke. Pse mburresh sikur e ke vetë? Zoti ta ka dhënë. Çfarë ke që nuk e ke marrë? Çfarë ke? Ai ta ka dhënë, gjithçka që ke. Andaj Pali thot, nuk jam i denjë të quhem apostoll. Nuk jam i denjë të quhem apostoll. Dhe me anë të hirit Perëndis, jam ai që jam. Po të mos ishte hiri Perëndis, do isha i denjë absolutisht për asgjë. Për ndjekës i kishës. Kundër Zotit. Çfarë dëshmie, çfarë hiri i Perëndis. Pra, gjithçka që keni, Zoti ju ka dhënë. Ju mund thoni, po mirë, unë kisha një talent para se të shpëtohesha edhe dia t'i bija kësaj vegle muzikore, ose kam zë të bukura, po ku dëgjon, lavdi Zotit, por ta dish që dhe atë nga Zoti e ke. Mirë? Nga Zoti e ke. Dhe ta shohim bashkë. Jakobi përmend këtu çdo dhurti e mirë dhe çdo dhuratë për sot. Se fjala dhurti është virtyt. Është një veti e mirë. Një aftësi natyrore. Një aftësi natyrore. Pra edhe nëse ti e ke këtë dhurti të mirë dhe çdo dhuratë dhunti që Zoti të ka dhënë, pra diçka natyrore dhe të mbinatyrshme, po them, nëse mund t'i bëj këtë lloj shpjegimi, është nga lart dhe zbret nga ati i dritave. A mund të jemi të përullur o njerëz, thot Jakobi? A mund të jemi të përullur? Gjithçka që kemi nga Zoti vjen.
Gjithë shka që ke nga Zoti vjen. Çdo dhurti, çdo dhuratë e përsosur, vjen nga Ati i dritave. Nga ai zbret. Me anë të hirit të ti, unë jam ai që jam. Qofse dëshiron të mësosh fjalën e Zotit, ne kemi njerëz këtu që marrin një Bibël edhe kalojnë kohë me ty personalisht, të mësojnë parimet e Biblës, se si të rritesh edhe të ecësh me Zotin, kërko që dikush të kaloj kohë me ty edhe të jap mundësi që ti të rritesh. Ti që ke vite edhe i shërben Zotit, a ka mundësi ti jesh një bekim për urtësinë që Zotit ka dhënë, që ta ndash me dikë tjetër, që kontribosh që të rrisësh një fëmijë në Krishtin. A mund të jesh ti një bekim për një tjetër? Këtë ne i quajmë dishepullizim. Ashtu si thuhet në fjalën e Perëndisë që bëni dishepull, të investojmë jetën tonë. Jo thjesht na pëlqejmë që të dalim njërë këtu përpara dhe të ndajmë fjalën për juve që dilni dhe predikoni ose drejtoni grupet e shërbimit. Jo, duhet të kemi dikë personalisht që të ulemi me këmbë në tokë edhe të shikojmë sa nevojë që kanë njerëzit, cilat janë provat që kalojnë. Jo thjesht të flasim me turma, ashtu siç ndam njërë me vëllezërit, por të jemi të gatshëm që t'u ofrojmë atyre mësimin e jetës që Zoti na ka mësuar. Të investojmë ta nga urtësia e Perëndisë, të bëhemi të njëtrajtshëm me jetën e tyre, të kërkojmë të vdesim ndaj vetes, sepse shpeshherë e bëjmë një gjë të tillë, që krenohemi edhe na pëlqen që të ndjekim gjërat tona, familjen tonë dhe harrojmë shërbimin e Zotit. E kuptojmë shërbimi i familjes shumë i rëndësishëm, por të kuptojmë që Pali u thot edhe Korintasve, ju që jeni të martuar jetoni sikur të mos jeni. A është e rëndë kjo për ty, kjo që thash? Në qoftë se ne duhet i shërbejmë Zotit, të lutem, le të shërbejmë Zotit, ashtu si Zotit i pëlqen. Diçka mund të tingëllojë rënd për veshët e tu, le të jetë ashtu, në qoftë se Zoti e kërkon. Ka nevojë bota që të shikojë njerëz që janë ndryshe, të transformuar nga fuqia e ringjalljes së Jezu Krishtit. Jo nga dëshirat tona, nga rehatia jonë, nga komforti jonë, nga gjërat që ne kemi, mendojmë apo e zëm jetën tonë të përditshme duke djegur kohën, e konsumuar kohën vetëm për qëllimet tona. Zoti kërkon që të jemi ndryshe. Përshiu në një grup të vogël, në një familje biblike, në një grup shërbimi, merr përgjegjësi personale, do të rritesh. Pali thot, me anë të hirit Perëndis, unë jam ai që jam. Le të lexojmë këtë vargje pa koment. Thjesht pa koment. Le ta bëm veten të themi si Pali, unë jam. Këto që do të shikoni tani janë në veten e parë njëjës, thjesht për secilin prej nesh që të vër veten e tij në ato gjëra që Pali thot. Disa i thot për veten e tij, disa i thot për të tjerët, por unë i kam vënë këtu në veten e parë njëjës, që secili prej nesh të shikojë se çfarë bën hiri i Perëndis. Çfarë bën hiri i Perëndis? Jemi gati ta shikojmë? Hajde lexojmë bashkë. Me anë të hirit Perëndis, thot Pali, unë jam ai që jam. Jam shpëtuar me anë të hirit, sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit, dhe kjo jo prej jush, jo prej ju, edhe kjo është dhurata e Perëndis. Efesianët 1:7, në cilin kemi shpengimin, thot, në cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, këtu flet për Krishtin. Faljen e mëkateve sipas pasurisë së kujt? Të hirit të tij. Të hirit të tij. Zoti na jep atë. Jo vetëm kaq, jam i sigurt me anë të hirit. Te Romakët 5:2, me anë të cilit edhe patëm nëpërmjet besimit, e lexuam këtë varg. Hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë. Qëndrojmë, dhe thot, dhe mburremi në shpresën e lavdisë Perëndis. Shpresa është diçka e sigurt. Ne dimë në fjalën e Zotit. Është Krishti në fakt, shpresa jonë. Jam i shfaqsuar me anë të hirit. Pali thot, me anë të hirit Perëndis, jam ai që jam. Me anë të hirit Perëndis, unë jam ai që jam. Por janë drejtësuar falas me anë të hirit të tij, janë shfaqsuar falas për me anë të hirit të tij nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Ne jemi shfaqsuar, jemi drejtësuar me anë të hirit. Unë jam ai që jam, thot Pali, me anë të hirit Perëndis. Edhe vazhdon të thot, jam i fortë me anë të hirit. Por ai më tha, ju kujtohet te letra e 2 të Korintasve, unë e përmenda që Pali kishte atë problemin shqetësimin shëndetësor, një gjëm në mish. Nuk po ju them se çfarë kishte, por e kemi shpjeguar.
kishte një problem shëndetësor, edhe ai thot, hiri im të mjaftoni, tha Zoti. Ai ishte lutur Zotit, ishte lutur 3 herë Zotit, Zoti kishte thënë, ma iq këtë gjëmë që kap në mish. Edhe Zoti, sepse ai kishte pali dinte shumë. Për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, thuhet, Perëndia më la dhe një gjëmë në mish, sepse pali krenoi, kishte shumë kollaj. Për shkak të njohurisë që kishte, ai mund të thoshte të tjerëve, po ti ku merr vesh? Unë e di. E diti këtë, a e diti atë, e pali kishte shumë njohuri, mendo pak ai kishte qenë diku lart në të 3. qiell, thuhet në fjalën e Perëndisë. Edhe Zoti për ta ulur, i thot pal, ki kujdes, ri me këmbë në tokë. Ata njerëz kanë nevojë për urtësi, jo thjesht për njohuri. Ka nevojë për urtësi. Ti mund të kesh njohuri, por ata kanë nevojë për urtësi. Edhe ti me jetën tënde mund t'ua japësh ato urtësi. Njohuria është një gjë, ne mendojmë se i dim të gjitha, nuk i dim të gjitha. Nuk i dim të gjitha. Vëllezër motra, unë kam kaq vite në Krishtin, ju them me shumë përulësi dhe modesti. Këto muajt e fundit kam mësuar shumë, kështu mund të thosha edhe para disa muajve, po vërtet. Zoti është i madh. Kemi ende për të mësuar, çdo njëri prej nesh, mund ta dëshmosh ti vetë ashtu siç dash unë dëshmi tani për veten tënde. Mos mendoj që i di të gjitha. Kujdes. Kujdes. Pali tha, jam ai që jam, me anë të hirit të Perëndisë. Me anë të hirit të Perëndisë. Vazhdojmë se më duket thash nuk do përmendoj një koment, po jam i plotësuar me anë të hirit. Prit se nuk e lexuam këtë, duket? Ja, ku ishim, po. Te letra 2 Korintasve 9, vargu 8, thotë, dhe Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri të teprojë ndaj jush, që të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë dhe t'ju teprojë për çfarë do vepër të mirë. Kisha në Korint, jepte. Edhe Pali thotë, mos u shqetësoni. Nëse ju jepni për lavdinë e Perëndisë, nga të mirat tuaja materiale, Zoti do të kujdeset për ju. Ai ju dha hir, ju ka shpëtuar, ju i keni besuar Zotit me shpëtimin. A mund t'i besoni atij me parat? I keni besu shpirtin? Kush është më i vlefshëm, shpirti apo parat? Ha? Më thuaj pak, kush është ke besuar shpirtin? A i beson me parat? Ha mo? Do thot atyre. Besojeni Zotit, hiri i tij tepron. Edhe jam i plotësuar gjithashtu me anë të hirit. Hebrejt 4:16 vargu, ndoshta një ndër vargjet më të njohura. Të fjalës Perëndisë thotë, le t'i afrohemi pra me guxim, thotë, fronit kujt? Të hirit. Që të marrim mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohën e dur. Zot, kam çdo gjë. Nëse kam hirin tënd, kam çdo gjë. Kam çdo gjë, Zot. Çdo gjë ti siguron. Nuk ka asnjë gjë të pamundur për ty. Jam dikushi me anë të hirit. Tu jam dikushi, nuk e kam dhënë në konotacionin e krenarisë. Jo. As pak, le ta shikojmë kontekstin se për çfarë flet Pali, thotë shërbenjës. Shërbenjës i cili u bëra thotë sipas dhuntisë së hirit të Perëndisë, që mu dha në saj të vepërshmërisë së fuqisë së tij, pra sipas dhuntisë së hirit të Perëndisë. Sipas në saj të vepërshmërisë së fuqisë së tij, dhe thotë mua më të voglit nga të gjithë shenjtorët, mu dha ky hir për të predikuar midis paganëve. Çfarë? Pasurinë e pahulumtueshme të Krishtit. Unë isha askushi, isha larg Perëndisë, isha askushi. Ani me anë të hirit Perëndisë, unë jam shërbëtori i tij dhe ky është një privilegj i madh. Është një privilegj i madh dhe thotë, ai më dha hir, mua thotë, më të voglit nga të gjithë shenjtorët, për të predikuar. Çfarë privilegji që mund të tregoj të tjerëve? Pasuritë e paulumtueshme të Krishtit. Çfarë privilegji? Çfarë privilegji? Isha askushi. Zoti më dha këtë gjë. Me anë të hirit të tij. Jam dikush, jo në sytë njerëzve, besoj se e kuptojnë. Isha askushi, dhe Zoti më dha këtë privilegj që mund t'i shërbej atij. Jam i pasur me anë të hirit. Shikoni te Efezianët 2 vargu 7 që të tregojnë në kohët që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. A ka më? Po, prit. Pas ka më. Jam i mrekulluar nga hiri. E me këtë pasazh do ta mbyllim. Sot letër parë Korintasve 15, vargjet që ne studiuam sot, dhe më në fund të gjithëve mu shfaq edhe mua, thotë si një dështaku, pra Krishti, ai shpjegon për ringjalljen aty,
Edhe thot mu shfaq dhe mua Krishti, dhe thot sepse unë jam më i vogli i apostëve. Madje nuk jam i denj, thot, që nuk jam i denj të quhem apostël, sepse e kam përdjekur kishën e Perëndis. E kam përdjekur kishën e Perëndis. Por me anë të hirit të Perëndis, thot, jam ai që jam dhe hiri ndaj meje nuk qej kot, madje jam munduar më shumë se të gjithë të tjerët, jo unë, por hiri i Perëndis me mua. Hiri i Perëndis me mua. A mund të themi ne? Unë jam i shpëtuar me anë të hirit, jam i sigurt me anë të hirit, jam i shfaqsuar me anë të hirit, jam i fort me anë të hirit, jam i plotësuar me anë të hirit, jam dikush me anë të hirit, jam i pasur me anë të hirit, jam i mrekulluar nga hiri. A je lidhur ti me fuqinë e ringjalljes Krishtit? A je lidhur ti me ato fuqi e cila ringjalli Krishtin prej së vdekurish, që ne të ecim në risinë e jetës, që ne të mos jemi si të vdekur, si të pataksur në botë, si njerëz të atrofizuar nga fuqia e mëkatit, si njerëz të mpakur për shkak të sulmit të Satanit, sepse Satani ka dashur historikisht të rrëmbejë besimtarët nga fuqia e ringjalljes Krishtit, që ata të mos jetojnë më për Krishtin, por të jetojnë për veten e tyre. Ka dashur të heq fjalën e Zotit nga syt. Ka dashur të heq fuqinë e ringjalljes, që të mos jetojnë në risinë e jetës, por në qepet e tyre, në dëshirat e tyre, në pasionet e tyre. Edhe Pali tha, o Zot, të lutem, hapua syt e mendjes që të shikojnë. Që e njëta fuqi që ringjalli Krishtin prej së vdekurish, është e njëta fuqi dhe në jetën e tyre. A jemi të lidhur ne, si një pajisje që futet edhe lidhet me energjinë elektrike. A jemi të lidhur ne me burimin e fuqisë, me fuqinë e ringjalljes Krishtit, sepse ne kemi takuar Krishtin e ringjallur. Pas rreth një muaji ne do të festojmë Pashkën. Është në datën 20 prill, nëse e mbaj mend që tani do të flasim sërish për fuqinë e Perëndis. Sepse ne i besuam atij. Ai që nisi një punë të mirë në ne, do ta përfundoj. Le të ecim me besim. Le të ulim kokat gjithë. Unë kam disa pyetje, në fakt që dua të bëj, do të mbarojmë. A mund të thuash bashkë me Palin, me hyrjen e Perëndis, jam ai që jam. Ta falenderojmë Zotin për hyrjen e tij. Ta falenderojmë Zotin për hyrjen e tij shpëtues. Nuk do të ishim të shpëtuar pa hyrjen e Zotit. Dhe ta falenderojmë Zotin për hyrjen e tij mbajtës. Nuk mund ta mbajmë shpëtimin pa hyrjen e Perëndis. Do ta falenderojmë Zotin për hyrjen e tij shërbyes. Nuk kemi të aftë të shërbejmë Zotit pa hyrjen e tij. Do shta dikush sot këtu e di mirë që ende nuk e ka pranuar Jezusin si shpëtimtarin e tij. Zoti dëshiron edhe ti, miku im, të kesh një jetë të transformuar. Prandaj Jezusi i foli Nikodemit dhe i tha, duhet të lindësh përsëri. Nuk ka rëndësi kush je. Nuk ka rëndësi nga vjen, çfarë probleme shke, çfarë bagazhi mban, Zoti të ofron sot një fillim të ri. Nëse je sot për herë të parë, mbase thua nuk ndihemi denj, mos kërko në botë një zgjidhje më të mirë. Mos paguaj kurse, edhe klasa, edhe trajnime për të përmirësuar veten, sa i takon moralit edhe jetës. Eja tek Jezusi dhe ai do të transformoj. Eja tek ai do të transformoj. Lajmi mirë sot është se askush për nesh nuk është i denj, prandaj është hiri i Perëndis. Mos e lër më vonë vendimin tënd. Nëse je këtu sot për herë të parë, e do të thuash që Zoti dha jetën në kryq, ashtu siç folëm sot, derdhi gjakun e tij. Ai e derdhi gjakun për ty, sepse meriton ndëshkimin e përjetshëm që është vdekja. Pagesa e mëkatit është vdekja. Nëse je këtu sot, do të thuash Zot, unë dua përpara teje të rrëfej mëkatin tim, që jam mëkatar. Mund të thuash atij, Zot Jezus, faleminderit që erdhe në tokë, edhe vdiqe në kryq në vendin tim. Unë besoj që ti jep jetën e përjetshme. Unë rrëfej mëkatin tim. Më fal Zot për mëkatet e mia. Zot, unë hap zemrën time dhe të besoj ty si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës time. Hyr në zemrën time, Zot. Hyr në fronin
e zemrës time. Më ndrysho. Faleminderit për dhuratën e jetës. Zot, faleminderit, sepse unë jam mëkatar, dhe ti je Zoti nga qielli, që më jep shpëtim. Në emrin tënd, Zot Jezus, lutem. Amen. A mund të thuash Zotit që unë dua të të ndjek ty? Në qoftë se ti që ke vite edhe kohë që i ke besuar Krishtit, a mund të thuash atij Zot, unë dua që ti të më transformosh jetën time ashtu si ty të pëlqen. Ndoshta je duke luftuar me mëkatin, me veset, me pasiguritë tua. Zoti është i Zoti të kujdeset për jetën tënde. Thuaj Zotit, Zot, unë dua që të ndjek ty, jo vetëm me fjalë, por me jetën time. Mirë, lavdi Zotit për këtë, t'jap 2 lajmërime edhe shumë mirë. Do të kemi konferencën në fundjavën e parë të muajit prill, që janë datat 4 deri në 6 prill. Sa është data sot? 16 mars. Llogarisni që është diçka më pak se 3 javë, ne do të kemi konferencën. Konferenca do të jetë këtu në sallën e kishës, të premte, të shtunë dhe të dielën paradite. Do të jemi këtu 3 kishat. Kisha në Kinostudio, kisha në Bathore dhe kisha jonë këtu. Do të mblidhemi në orën 6, ditën e premte dhe të shtunë, të japim mundësi dhe atyre që janë në punë që të kenë mundësi dhe të vinë në konferencë, pra data 4, 5 dhe 6, le të mos e harrojmë. Tema do të jetë rend drejt synimit. Është një temë për cilën kemi nevojë, edhe do të jetë një sfidë për secilin për nesh. Datat 4, 5 dhe 6. Në orën 6, ditën e premte, ditën e shtunë dhe në orën 10 të dielën paradite do të jemi 3 kishat këtu. Burrat do të kemi takim të premten. Do të njoftohemi për orarin mezi pres. Do të ndajmë diçka sfiduese për burrat ditën e premte. Falenderojmë Zotin, ta adhurojmë atë, le të çohemi edhe bëjmë gati zemrat edhe